Sufjan e Thauri rahimahullahu ka qenë në moment të vdekjes, e kanë me vizitu, e i kanë thonë, e kanë gjithë momente të vështira, në kuptim emocional. Ka qenë domosdoshmë i rënduar në gjendën e tij. E to kanë ardhur me ushtur i ka thonë, o filan, ti e koni devotshëm, e koni njëri mirë, ta falë Zotin, pak diçka tjetër, se mbaj këtë gale tash ndek. Ka thonë, Sufjan e Thauri rahimahullahu, nuk mërzitëm për mëkatet, se e di se ato Allah i falë që shtu, tash në fundi i kur dretu me dekë me dëmi me Allah xhallahu, nuk po në jetë dekë të me nuk keq për Zotin, ja, te është funi, dhe më anë të me dekë të minu mirë që të falë, se mësoj s'ka vej për no, ka vej takim me Allah xhallahu. Ka thonë mirë, po që ka me në turbit për ati që ndo beteja si a kundalë, dhe më thonë, triumfuës që shme kalim Zotin. Do një çështja e mëkatës Allah e falë, po çështja e turpit, shiko kjo zanë ka arrit nivel kaq të lartë, saqë betejë në mëkatën e ka të rrymë. Mirë po në të situata se ku më nuk fort që duhet e qasaj marrë që jam i vota. Shiko sa është të gjotë kjo zanë, shiko sa është aktive kjo zanë.